gjysheve tona nuk i është dashur që të marrin kolagjenin në formë suplementi, por ai që prodhonte vetë organizmi ishte mëse i mjaftueshëm. Për shkak se të parët tanë kanë pas një stil jetese komplet ndryshe nga ne dhe një dietë shumë të pasur. Ndërsa në ditët e sotme ne vuajmë si nga stresi kronik, si nga inflamacione të ndryshme në organizëm, si nga një dietë e varfër, nga faktorë të ndryshëm ambiental, nga stili jetesës e të tjerë. Prandaj, organizmi jonë nuk e prodhon më kolagjenin në sasitë e duhura dhe marrja e tij në formën e suplementeve tashmë nuk është luks, por është mbijetesë, është shumë i domosdoshëm për mirë funksionimin e organizmit. Kolagjeni që ne sugjerojmë është ai i prodhuar nga Onovo, i cili vjen nga kockat, kërcet dhe lëkura e viçit, është i tipit të parë dhe i tipit të tretë, dhe ju shërben për të forcuar sistemin muskular, për të forcuar flokët dhe thonjt, për të ushqyer kockat, artikulacionet, si edhe për të rritur elasticitetin e lëkurës. Përdorimi është fare i thjeshtë, një luk me kolagjen, i cili tretet në ujë ose në lëngje të tjera që ju preferoni dhe mund ta konsumoni në çfarëdo lloj kohe të ditës.